Përshëndetje. Miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram ose në numrin tim të celularit 069 24 68 123. Dhe tani do të shikojmë një energji të tarotëve. Boll me mashtrime, jeni në një lidhje, keni ngritjet dhe uljet tuaja, si çdo lidhje, e ndërlikuar në laksi, dhe ti vendos boll me mashtrime, tani vendos unë të marrë vendime të duhura. Sepse jeni shumë e zhgënjur. Në këtë histori, ju jeni e zhgënjur, keni marrë një zhgënjim të papar nga katalorës i kupave. Ky është një person që është impenjuar, ka familjen e tij dhe ka patur ato mbrojtjet e tij në diskutimet që keni pasur, në biseda, ato mashtrimet e tia, pra nuk është treguar shumë i sinqert me ju, sepse është impenjuar, ka familjen e tij, ka problemet e tij ekonomike, të punës, familjes, por ti je një person shumë intelekt i zgjuar që do të zgjidhësh këtë histori në mënyrë paqësore dhe secili të shikoj rrugën e tij. Dhe në këtë moment je pak me stres, me angst, me një spajgjum e lënduar, shumë e lënduar, këtë treshtë për këtë histori dhe do të bën një takim për të vendosur, për të marrë një rrugë të duhur në këtë histori. Ky është person egoist, ka një ego të sëmurë dhe gjithmonë shtiret, ka ato gjërat e tia për të mos treguar shumë i sinqert me ty në këtë histori. Por ti je vendosur, tani vendos ti. Ti vendos që të marrësh frenat në dorë dhe kësaj lidhje toksike ti japësh drejtimin e duhur. Pra, vendosësh pikat mbi i. Me kë rezonon kjo histori? Me gërmën A, me gërmën Sh, me gërmën P, me gërmën Q, me gërmën C, T, me gërmën S, V, G, B, gërmën N, M, Z, R, T, G dhe gërmën E. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Demi, Dashi, Luani, Shigjetari, Ujori, me Akrepi, me Bigjëreshën dhe me Gaforen.